Do t'ju përshëndesim me hitin e verës. Ku I ke shokët? Ti trego Luli sot. Ke 77 në Piskast 313 Rame. O Rame, ku I ke shokët? O Rame, jemi në Piskast dhe do ta nisim me shokët e Lul Bashës. Faleminderit që pranove ftesën. Kënaqësi. Në këtë ditë energjike, fushate, ditët e fundit dhe kemi parë krejtësisht një kryetar të koalicionit Euroatlantik që s'është parë asnjëherë dhe realisht janë surprizuar dhe palët e tjera dhe janë marrë shumë me ty. Do ta nis direkt me pyetjen, po Basha ku I ka shokët? Basha, shokët I kanë fushat, shokët e fëmijërisë I pjesë I ka këtu, I pjesë I ka jashtë, si gjithë ne. Shokët e studimeve I kam Holand, pjesë më të madhe, I pjesë në Amerikë, I pjesë nëpër Europë. Me I vend Basha s'ka as I shok, që është 77 313. Atje s'kam as I shok. Ti prej vitesh ke qenë pjesë e Partisë Demokratike dhe unë jo pa qëllim e kisha pyetjen për shokët që kanë qenë të grupit politik të Partisë Demokratike. Pra sa janë bashkuar Bashës në këtë rrugtimin e ri? Partia e vërtet demokratike në këto zgjedhje është koalicioni Euroatlantik. Gjithë ata që kanë bërë betejë kundër qeverisë më të korruptuar që nga themelimi I shtetit shqiptar, që nga 1912, kryetar degëve, demokrat sakrificave, mbështetës tanët, të gjithë ata janë te koalicioni Euroatlantik të numri 4. Për fat keq, ata që I thonë vetes sot Partia Demokratike, numri 1, kanë kandidat për deputet Ilir Metën, Vis Roshin, Plum Shullazin me shok. Pra, për fat keq, ata vetëm stemën kanë PD-s, sakrificat e demokratëve, vlerat e demokratëve, objektivat e demokratëve janë te koalicioni Euroatlantik të numri 4. Te 4. A pretendon Basha të jetë kryeministri I ardhshëm I Shqipërisë? Shko, në asnjë moment që për ditës parë time në politikë aktive, se kur I thonë me politikën jemi rrit 16 vjeç e gjysmë kam qenë kukara komunizmi, por në asnjë ditë që për ditës time të parë në politikë aktive nuk e kam paktës se diçka se çfarë do marr unë për vete. Ajo që më ka ngacmu prej fillimit dhe që më mban me energji dhe me pasion të lidh me politikën dhe me çështjet publike, është çfarë mund të arrijm për njerëzit, sfida, sedra, se çfarë mund të arrijm për njerëzit dhe për këtë vend. Kjo është një lloj fjalësh politike. Dhe s'kemi arrit. Le të themi lakohet pothuajse të gjithë ata që janë sot kandidatë dhe politikanë ose që janë dhe pjesë deputet të parlamentit shqiptar. Jo, ka shumë që e shohin politikën si biznes apo si streh nga drejtësia. Domethënë si mënyrë për të pasuruar, jo në mënyrë të ligjshme, jo me rrogën e deputetit, dhe si streh nga drejtësia. Kështu që duke e pasi një mision, pa diskutim, sot them që posedoj gjithë potencialin, gjithë vlerat, vizionin dhe vullnetin për t'i prirë një ndryshimi të cilin e kërkojmë me votën e qytetarëve të dielën për numrin 4 për koalicionin Euroatlantik. Sa është përqafuar ky ndryshimi? Këtë do ta shohim ditën e diel, po mund t'ju them për gjatë fushatës tyre ditëve që kanë qenë. Këtë po them, mund t'ju them që fushata ka qenë jashtëzakonisht pozitive. Domethënë pritshmëritë tona janë tejkaluar çdo aspekt dhe un tani vi, siç e di, prej 3 orë gjys ecje në për rrugët. Nuk ishte gjumë. Nuk ishte gjumë. Jo, kjo është gjumë Edi Rama I thot atyre që nuk vjedhin I thot flen gjumë. Flen gjumë. Po nuk vodhe për Edi Rama flet gjumë. E ka kodin e vet. Dhe takimet me njerëzit, reagimi I njerëzve shumë pozitiv. Sigurisht. Po, realisht kërkohet ndryshime. Njerëzit duan ndryshim. Po, si njerëz të këtij vendi, siç e thatë edhe ju që I pjesë shumë të rëndësishme të shqiptarëve, miqve tonë, shokëve tanë, I kemi jashtë dhe është pikë pyetje edhe për ne për vazhdimsinë e jetës. Pa diskutim. Si njerëz të këtij vendi,
e mendojmë të gjithë dhe duhet realisht ndryshim. Kështu që për ta mbyllur pyetjen që mbana, domethënë, gjithë kjo dashamirësi, gjithë ky reagim pozitiv duhet konkluduar me votë. Kështu që ftesa ime ndaj çdo kujt që na ndjek është të dielën merrni miqtë tuaj, familjarët tuaj, vëllezër, motra, prindër, fëmijë në moshë votimi dhe shkoni, votoni, sepse dielën e keni ju në dorë. Dielën secili nga i vot ka. Okej, deri dielën forcat politike serioze kam për detyrë me shpalos programin dhe ekipin, po dielën secili kemi nga i vot, përdorni votën për ndryshim dhe ftesa ime është shkoni, votoni për numrin 4 koalicionin Euroatlantik. Kjo është një thirrje shumë qytetare dhe për të vlerësuar, por prej vitesh është bërë ngritur pikpyetje shumë e madhe që ju vetë realisht besoni tek vota e lirë? Unë besoj te vota e lirë, unë luftoj për votën e lirë, e di që shumë të tjerë nuk besojnë te vota e lirë, e kanë frikë votën e lirë dhe janë pikërisht ata që kanë krijuar probleme me votën e lirë, probleme me zgjedhjet në Shqipëri, cilat ka kohë që nuk vlerësohen si të drejta. Ka rëndësi ai që voton apo ai që numëron, pra? Rëndësi ka ai që voton, pa diskutim, domethënë 99% e punës është që votuesit shkojnë të votojnë. Tek apo tek votim? Të votojnë, të marr pjesë, të votoj është 99% e punës. 1% e punës është ruajtja e votës në numërim. Tani për shumë se shumë nga njerëzit tanë ma kanë bërë këtë pyetje këto javë të fundit. Mirë, i çum për të votuar, po si do ja bëjmë? Duke nisur kjo. Pa diskutim. Ka disa gjëra të cilat japin një farë garancie, por sigurisht prapse syt 4. Vigjilant. Po. E para, numërimi është i gjithi i filmuar. Se ndoshta pak njerëz jo ka kohë, ka pothuajse 10 vjet ky muhabet, po njerëzit e kanë harruar. Është i gjithi më shumë se 10 vjet. Filmohet çdo vot. Dhe këto filmime të votave që numërohen, gjatë kohës që numërohen, filmohen, projektohen në një ekran dhe çdo forcë politike ka vëzhguesit e vet aty. Në qoftë se vëzhguesi konstaton një parregullsi në procesin e numërimit, ka drejt të ndalë procesin dhe të thrasë autoritetet. Për herë të parë tek autoritetet është dhe SPAK-u dhe BKH-ja, të cilët me planin e tyre të punës janë gati të bëjnë arrestime në flagrancë në qendrat e numërimit votave, sepse ju e dini prej vitit 2009 votimi bëhet në mënyrë të përmbledhur, nuk bëhet në çdo qendër votimi, po bëhet në ato që quhen qendrat e numërimit votave në KZZ, QNV. Kështu që garancitë janë të forta, kam besim tek gatishmëria e SPAK-ut dhe e BKH-s për të vepruar, kemi vëzhguesit ndërkombëtar, ODIR-in, përfaqësues të ambasadave perëndimore në Tiranë, sigurisht detyra kryesore është e subjekteve politike, e vëzhguesve tanë, të cilët i kemi porositur dhe i inkurajoj që në procesin e numërimit t'i bëjnë syt 4. Por ky është një proces që vjen pas votimit. Tani s'pari kemi votimin përpara dhe kjo është më e rëndësishme. Por ju keni qenë pjesë e Partisë Demokratike dhe si kryetar dhe në zgjedhjet e tjera, pas humbjeve ju keni lakuar bashkë me edhe kryetarin e sotëm që është i Partisë Demokratike Sali Berisha, keni thënë që votat, zgjedhjet janë vjedhur. A nuk është po njëjta gjë që ose le të themi kemi një risk të tillë që mund ndodhi e njëjta gjë? Ajo që un kam deklaruar në raport me zgjedhjet e 2021-shit së fundmi, sot është një fakt i provuar në mënyrë gjyqësore. Jurgis Çurbja ish deputeti i Edi Ramës në Durrës, sot është në Burg dhe procesi i hetimit dhe i gjykimit ndaj tij ka nxjerrë në mënyrë gjyqësore, të faktuar nga drejtësia shqiptare, se si ai bashkëpunonte me bandat e Durrësit për të nxjerrë deputet Edi Ramën. Pra nuk jemi më në fushën e hamendësimeve apo të retorikës opozitare. Por më qenë më të qartë edhe ju, qenë ngarë. Është e qartë që zgjedhjet e 2021-shit, jo për herë të parë, Edi Rama ka bashkëpunuar njerëz të Edi Ramës, si Jurgis Çurbja, që është sot burg për këtë punë. Është shumë kontradiktore kur thoni këtë dhe nesër pasi të votohet ose pasi të numërohet, të merret vendimi, të thoni të kundërtën e kësaj pastaj. Janë dy të vërteta të cilat nuk përjashtojnë njëra tjetrën. E para, pra ekziston edhe mundësia që një Jurgis Çurbja i dytë ose i tretë ose sa mund të jenë të rënë nga ata që pa diskutim që ekziston kjo mundësi, por kjo është një ftesë që sa më shumë njerëz dalin të votojnë. Se sa më shumë njerëz dalin të votojnë, aq më vështirë bëhet manipulimi i shtrembërimi i votës. Një, dhe s'dyti, fakti që Jurgis Çurbja dhe të tjerë shokë të Ramës janë të 7. Lërë për fundet. Jo, do ta bëj tash, pastaj në fund kemi tjera. 313, këtu janë. Fakti që ata janë këtu tregon që drejtësia ka filluar të veprojë. Dhe ky është një inkurajim i madh. Dhe kjo është edhe diçka që ne e mbështesim fuqimishëm SPAK-un, që të vazhdojë të çojë të korruptuarit dhe të inkriminuarit prapa hekurave të para drejtësisë, përfshir ata që guxojnë të prekin votën e shqiptarëve. Ju keni qenë pjesë e PD-s, e gjitha këtyre edhe marrëveshjes me Ramën, që do të kalojnë një pyetje tjetër. Si ka mundësi që nuk keni përfunduar këtu ose të thirreni nga SPAK-u?
jeni ngacpaktët, ka dhe të tjerë, por jeni ngacpaktët se ju e thatë vetë që janë të shumtë ato që po shkojnë te 313 ose te dyert e spagut që po shkojnë çdo ditë dhe ndoshta tani për çështje të fushatës dhe mos ketë ndikime njanshmërie, janë lënë ndoshta për një proces tjetër ose për pak më vonë. Sepse prej ditës time të parë në politik, unë kam ndjek disa parime me të cilat janë formuar edhe si njeri, por edhe profesionalisht si jurist. Parimi i parë dhe kryesor është që një person publik, një politikan, detyrën më të shenjtë, pa cilën nuk kryen dot detyra të tjera, është mos shkeli ligjin. Asgjë që arrihet përmes shkeljes ligjit nuk i shërben njerëzve. Pra respektimi i ligjit me çdo kosto është një nga parimet e mia kryesore. Ana de jure de facto pastaj nuk e di si ku ndahemi. Nuk po them konkretisht për ju, por lakohet unë gjithmonë kam qenë me këtë idenë asaj që tjetër na shitet, tjetër ndodh. Pa diskutim. Edhe kjo e ka ilaç. Kjo është sfida, le të themi. Edhe kjo e ka një ilaç. Cili është ilaçi? Vetingu politikanëve. Ligji që kam ka 2 vjet kam ligjin në parlament, që të bëhet kontrolli. Po pin ujë e ligjit? Sigurisht që po. Jo vetëm pin ujë, po dhe ju jep ujë në bish lugës atyre që flasin broçkulla. Ju besoni këtë drejtësia e sotme? Unë besoj te një pjesë e drejtësisë sotme sepse e ka provuar me fakte që i ka dhënë fund pa ndëshkueshmërisë dhe ka godit politikanë të korruptuar dhe bosa të krimit të organizuar. Detyra jonë si qytetar rreth parë, pastaj si politikan, po si qytetar, është të mbështesim ta njerëz, të cilët janë prokuror e gjyqtar apo oficer të policisë gjyqësore të BKH-s. Aty ka korruptuar. Nuk ka vend pa të korruptuar, ku ka pushtet dhe ka mundësi për të abuzuar pushtetin, ka korrupsion. Por ajo që bën diferencë asnjë. Por ajo që bën diferencë. Filtrin keni përdorur ju? Filtrin e vetingut ton të çdo kandidati para se ta miratonim publikisht. Aty ku ka korrupsion, ajo që vendos nëse gjanat janë ndërtime dur është nëse ka apo jo luftë efektive kundër korrupsionit. Se korrupsioni është një bashkëudhëtar i pushtetit. Njeriu është i dobët, prandaj duhet të ketë pushtet pavarur të drejtësisë, duhet të ketë kufizim të kozgjatjes në pushtet, sepse pushteti për nga vetë natyra korrupton. Prandaj vetimu i politikanëve që ka 2 vjet në parlament ligji, është një nga mënyrat për ndash shapin nga sheqeri. Ku ndaheni ju nga Berisha, që keni qenë pjesë e një partie, dhe nga Rama që keni pasur edhe marrëveshjen e famshme? Shiko, ka shumë gjëra që na ndajnë, po e them, si më thënë, në mënyrë të përmbledhur, prej ditës time të parë në politikë, unë jam përpjek të sjell një kulturë të re politike. Një politikë me fytyrë njerëzore. Një politikë që jep llogari dhe mban përgjegjësi. Këto janë fjalë të huaja për trekëndshën e Bermudës. Ata e shohin politikën si Kush e ka nxjerrë sipas jush? Cilën? Trekëndshën e Bermudës. Unë e kam thënë parlament për herë të parë. Po, e ke thënë parlament, por realisht a ka një trekëndshë le të themi që sot lakohet sikur ju Berisha Rama jeni marrëveshje të heshtë? Jo, është Berisha Rama Meta është trekëndshi i Bermudës, të cilët kanë bërë gjithçka që gjitha këto që po them sot unë këtu censuroheshin dhe vetë demokratët euroatlantik mos të ekzistonin e jo më të merrnin pjesë në zgjedhje. Prandaj përdoret metafora e trekëndshit Bermudës. Sa mandate besoni se pretendoni të merrni? Këtë e kanë dorë qytetarët. Ajo që po të them është që ne po bëjmë gjithçka, jemi shumë të inkurajuar tek ju. Ju do ta çoni besimin tek qytetarët. Jemi të inkurajuar nga mënyra se si qytetarët na kanë prit ofertën tonë, programin tonë, kandidatët tanë dhe sigurisht të dielën thirrja jonë është shkoni dhe votoni për numrin 4 për kandidatët tanë. Sa realitetit shqiptar jeni? Më thuaj 4 pika të forta të planit fushatës koalicionit euroatlantik. Jemi të parët që kemi shpallë programin që me 1 qershor vitit kaluar. Pastaj është ajo që është mënyrë imediate për të marrë ose ndërmarrë për shqiptarët. Po, edhe gjë do ta them tjetër që CDU-ja gjermane së fundmi edhe në hapjen e fushatës, po dhe në fillim atëherë e quajti të parin program vërtet të qendrës djathtë në Shqipëri dhe më të mirë në 35 vite në Ballkan, programin tonë. Pse e quajti të tillë? Po kufizohem te 4 që më kërkove. E para, familja është në qendër të programit. Familja në të dy aspektet. Në aspektin e çiftit të ri, fëmijëve, shkollimit të fëmijëve, ku ne me programin ton mundsojmë që 30.000 çifteve të reja t'ju paguajnë interesat bankare dhe t'i garantohet kolaterali ose për të blerë ose për të marrë me qira një banesë, sepse përndryshe tableta gjëra të tilla zaket. Jo, hap mas hapi. Banesa e para që të themelojnë familjen, se shumë të rinj e shtyn moshën e martesës dhe të pamundësive ekonomike. Dhe të fëmisë parë, e para kjo. E dyta është bonusi i bebes, i cili sot është qesharak, është 400.000 lekë. Ne nisim me një bonus prej 2.000 eurosh për 2 fëmijë të parë. Për këto apo kemi bërë 77? Jo, i kemi të sakta. Këto llogari kemi të sakta sepse këto llogari janë parë nga auditorët gjermanë më të rreptit në Europë, sepse nëse një shtet kalon kolaps financiar, janë taksapaguesit gjermanë që e paguajnë faturën si rast në Greqisë, nëse të kujtohet. Pra ata e kanë parë dhe e kanë certifikuar si një program, siç u shprehen dhe publikisht
kur erdhën këtu me datë 12 prill, si një program plotësisht realizueshëm. 2.000 euro për 2 fëmijët e parë, 20.000 euro bonus për fëmijën e tretë, që është një politikë europiane e suksesshme për t'u kundërvënë plagjes popullsisë. Pjesa e dytë e programit për familjen ka të bëjë me reformën në arsim, ku i garantohet çdo fëmijë shqiptar drejt e paguar nga shteti nëpër shkollat shqiptare dhe në periudhën pas orarit mësimor 1 deri në 4 ju jepen kurse me mësues. Dreka ndoshta mund t'i çojë në përgjumje apo t'i çojë ku të doj, e rëndësishme është që i hiqet një merak prindërve shqiptar dhe fëmijët e tyre kanë, siç është modeli europian, një drek të paguar nga shteti, që është një kosto më pak për më shumë se 50% familjeve shqiptare që janë kufit varfërisë. Pas kësaj kanë mundësinë, me që mpyete për tabletat, të mësojnë kompjuterin, të bëjnë sport, të mësojnë një gjuhë të huaj apo art në shkollë deri në orën 4 kur vjen ora për dalë prindërit nga puna. Pjesë tjetër e programit ka të bëjë me kalimin në universitet, ku është dhe investimi jonë më i madh i programit në 4 vite të ardhshme, është hapja 4 qendrave të mëdha në akset Shkodër-Lezhë, Korçë-Elbasan, Tiranë-Durrës dhe Fier-Vlorë, që në kryet 4 viteve 25.000 të rinj dhe të reja të jenë aftësuar përmes trajnuesve europian dhe amerikan në fushën e teknologjisë informacionit, inteligjencës artificiale, robotikës, megatronikës, që është ekonomia e nesërmes. Në fakt është ekonomia e sotme se ka ardhur. Dhe këto janë profesione që sot duke punuar nga Shqipëria për investitorët huaj, fiton sot fillon nga 2.000 euro rroga. Prandaj ky është një investim. Do një plan për lëndën e parë fabrikat. Ne duam rreth parë ta orientojmë ekonominë shqiptare nga ekonomia e ardhmes që është IT-a, inteligjencë artificiale. E dyta sepse këtu janë dhe lekët, këtu janë parat. Investitorët këtu po investojnë. E treta sepse një grup prej 25.000 të rinj të rejash që aftësohen këtë fushë, që kanë këto të ardhura, janë një shtresë e mesme që nuk patronazhohen dot. Si kap dot njëri prej hundë. Pse? Kush ka pavarësi financiare, kush ka pavarësi intelektuale, e formon vetë opinionin, nuk ndikohet dot sipas qefeve dhe orekseve të pushtetarëve. Prandaj kjo është diçka shumë e rëndësishme, dhe pjesa tjetër e rëndësishme për familjen, se duhet ta prek dhe këtë, është një plagë sociale që rëndon mbi prindërit tanë. Mbi ata që kanë shpenzuar gjithë jetën me sakrifica për të na rrit, dhe tani me pensionet që marrin nuk ja dalin dot asnjë javë masi paguajnë energjinë edhe ilaçet. Kështu që politika jonë e pensioneve është një politikë e kushtueshme për afër 400 milion euro në vit shtesë, por ajo, siç e kemi shpall me 1 qershor, jo tani që janë bërë si Sudia me Rapush Xhaferin që nxjerrin si piramidale ato, ajo synon pensionin minimal për 250.000 lekësh dhe për pensionet nën 300.000 lekë kompensim të energjisë elektrike. E fundit, po në lidhje me familjen, po që ka të bëjë me reformën shëndetësore, është karta e shëndetit për çdo shtetas shqiptar dhe reforma në shëndetësi me parimin paraja ndjek pacientin. Pse? 60% shpenzimeve mesatarisht shqiptarët i nxjerrin nga xhepi. Në Europë është 15%. Shqiptarët paguajnë 3 herë më pak se europianët, harxojnë 4 herë më shumë se europianët para nga xhepi për shëndetësinë. Jo se s'ka para. Në tërësi shqiptarët harxojnë diku ke 1 miliard euro në vit për shëndetësinë. Me aq para, me reformë shëndetësia falës? Për falës pra 1 miliard euro. Ke 77.313 ai ke Ilir Beqen, e shëndetësisë falës. Reforma në shëndetësi hym tek e dyta, me që më pyete, e para është familja, e dyta është reforma në shëndetësi. Reforma në shëndetësi do të mundsoj që shqiptarët për gjithë ato para që paguajnë të marrin të njëjtën cilësi të shërbimit shëndetësor brenda 4 viteve, se reforma në shëndetësi është e vështirë, siç e marrin për po kaq para 4 apo 5 milion italianë në Itali, aty ku i çojnë shumë nga ata që kanë mundësi të afërmit e tyre për të kuruar. E treta që ka të bëjë me pronarët dhe me përndjekurit. Një nga arsyet kryesore pse Shqipëria nuk përparon ekonomikisht është se 8-10 pronarë s'kan letrat e pronës. 7.501. 7.501. Procesi legalizimit. Ju keni qenë kohë metodën. E keni ngritur zërin për këtë? Se kjo është ajo që për 7.501, unë fakt kam qenë 17 vjeç kur ka kaluar ligjë. Jo, më pas kur keni qenë pjesë e saj. Pa diskutim, unë kam qenë mund ta quajmë pjesë e lobit pronarëve dhe të përndjekurve dhe kam konsideruar se 7.501 është plaga më e madhe e Shqipërisë. Është një plagë e madhe. Pse është plagë e madhe? Sepse ata që ka shumë zona që nuk e njohin dhe vazhdojnë rujnë kufit sipas si më thënë gjyshit e stërgjyshit, po shteti s'u jep letrat. Ka shumë që e kanë marrë me 7.501, edhe ata jo të gjithë kanë letrat. Pra ka një kaos total me letrat e pronave. E njëjta gjë edhe me shtëpiat. E njëjta gjë edhe me pallatet. Edhe këtu ku jemi. Po. Këtu s'ka shkollë. S'ka shkollë, s'ka asnjë lloj infrastrukture. Ç'a do të thonë? Mirë që ka pemë. Po fiks, aq pemë sa ka. Ka prej 1.500 që Europa e ka zgjidhur. Leku blen pronë është kolateral.
Kurse këtu leku blen pronë, po blen tulla dhe llaç, por edhe të pronën s'ti japin. Nuk i ke. Pronën se çot do të në bank për kolateral të marrësh i kredi, ndërtosh ku di një studio tjetër, apo të marrësh disa të tjerë në punë, apo të blesh 229 vresht, apo të blesh mekanik bujqësore, apo të zgjerosh i biznes. E kupton se çfarë ndodh? Jemi në primitivitet për shkak të mungesës së vullnetit politik për zgjidhje çështjen e pronës. Si zgjidhet çështja e pronës? Edhe këtë kemi bën dakordsi me pronarët, dhe kjo ka rëndësi beso platformën me pronarët. Ka shumë rëndësi sepse prek më shumë se gjysmën e popullsisë. 1. Angazhimi jon ku është prona e lirë i kthehet pronarit. Ndalet çdo proces administrativ aktual kundër pronarit, ndalet çdo gjyq kundër pronarit, ku është prona lirë i kthehet pronarit. Ku prona është e zënë, ose nga shteti, ose nga privati, kompensohet me vlerë tregu. Jo me 3%, sa shton këto. Po sot edhe për interesa publike, qoftë për rrugë, për infrastrukturë, shponsimi është katastrofë. Po, edhe kemi parë sot rrugët e Shqipërisë janë rrugëve, edhe shohim. Ku i shohim, madje edhe autostradë nëse mund ta quajmë, Tiranë-Durrës, që është më kryesore që ka le të themi fluksin. Është amortizuar totalisht. Është katastrofë. Aeroporti që sot po shitet si aeroporti Vlorës, që do të hapet këtë vit ndoshta sot, nesër. Kemi aeroportin e Kukësit që është kthyer, le të themi, për banjo publike, për sa herë që kaloi kurriki për panelet diellore, për panelet diellore që sot nuk e bën askush, nuk është as lajm. Absolutisht. Për sa i përket pjesës së panelet diellore. Pra, mos jemi edhe ne në këtë pikën e fasadës, pra, janë bërë mirë për llogaritjet e këtyre me specialistë, me njerëz të dur. 3 investimet kryesore të Euroatlantikëve për 4 vitet e ardhshme janë këto. 400 milion euro në vit për rritjen e pensioneve, 400 milion euro në vit për kompensimin e pronarëve, dhe 200 milion euro në vit për këto 4 qendrat e infrastrukturë, të teknologjisë informacionit për rinin shqiptare. Këto janë shpenzimet tona më të mëdha publike. Po, nga të të merrni, nga buxheti i shtetit. Po pra, të gjitha këto i lidh një fill i përbashkët, që na ndan nga çdo forcë tjetër politike. Pse them tjerët janë si piramida, çaju vjen mend e premtoj. Po keni oligarkë dhe ju. Jo. Oligarkët dhe shokët e Ramës të 77-313 është zgjidhja jonë. Pa këtë, asnjë nga këto nuk realizohet. Pse? Sot këto para vidhen me shokët e Ramës ke 77-313. Vetë kontrolli i lartë i shtetit thotë që vidhen 1 deri në 2 miliard euro vit për vit. Vit për vit. Prandaj me 11 ditën e diel, zgjedhja që do bëjnë shqiptarët për ta thjeshtuar është: a do vazhdojnë edhe 4 vjet lekët të 77-313? Apo do t'i kthejmë lekët në pensione, në kompensim pronarëve me vlerë tregu, në investime për rinin, për fermerët dhe për sipërmarrjen shqiptare. Me votën për pesën, vazhdojnë lekët shkojnë ke 77-313. Me votën për njishin, fatkeqësisht, njishi thotë do ta luftoj korrupsionin me Ilir Metën e me Vis Roshin. Totalisht dështim. E vetmja votë që lekët mos shkojnë ke 77-313, të shkojnë te pensionistët, të shkojnë te shëndetësia, të shkojnë te rinia, të shkojnë te pronarët, të shkojnë te të përndjekurit, është vota për numrin 4. Cili ka qenë kundërshtari juaj më i fortë që ke konsideruar të fushat? Mosbesimi i qytetarëve se gjërat mund ndryshojnë. Jo, nga parti politike ose këta kandidatët që janë sot, nga emrat Berisha, Rama, Shiko, unë nuk si kam personalizuar si herë gjërat. Këta e shoh si përfaqësues të pikërisht të vendosjes së interesave personale mbi interesin publik. Këta e shoh si përfaqësues të atyre që ju thash, pra që politikën e shohin si pronë private, si biznes, si strehë për të mbrojtur nga drejtësia. Do e dilja pak e qasja e re që keni përqafuar këtë kohë. Do marr guximin të them që mund të keni qenë një nga politikanët që është luajtur shumë me ju dhe deri diku kanë kaluar deri diku nivele dhe bullizimi. Jo, gjumi e tjerë. Mati ka dhe njerëz në përbot që e përdorin si speech motivation për fjalinë motivuese, që sa herë bie, ringrihesh, është shprehje e famshme. Ju sa herë keni humbur zgjedhjet, keni thënë që do ngaroj sërish, do kandidoj sërish, gjithmonë, dhe tani keni ardhur me një koalicion të ri, me një fytyrë të re, me 77-313. Si ndodhi kjo? Garantimet parë, pra kur zgjuar Luli? Garantimet parë kam qenë me sistem magjoritar, kam mund Arben Ahmetën ke Dega 7, pak më sipër këtu. Votet drejt për drejt. E kanë harruar njerëzit kur kandidatët ishin përballë njëri tjetrit, jo proporcional. Herën e dytë kam garuar në Elbasan, kam sjell 7 mandate, 5 më shumë se ç'kishte Partia Demokratike në legjislaturën e mëparshme. 2 vjet më vonë jam përballë me Edramën për Bashkinë e Tiranës dhe e kam mund. 2013 kur ka humbur zgjedhjet, Partia Demokratike s'kam qenë unë kryetar. 2017 po, janë humbur, sigurisht vinte pas 4 vitesh opozit, me shumë bagazhe. Shumica atyre që kishin humbur zgjedhjet 2013 i kisha la kandidat për deputet. 2021
siç e provon vetë SPAK-u me përgjimet e çyrbes dhe çështjeve tjera, janë zgjedhje të vjedhura. Dhe njerëzit duhet ta ndajnë mendjen. Nëse janë të vjedhura, atëherë janë të vjedhura. Nëse janë të humbura, atëherë pas kanë qenë zgjedhje të rregullta. Por në fakt, sot kjo nuk është një pyetje, është pyetje retorike, se SPAK-u e ka provu që zgjedhjet e 2021-shit kanë qenë të vjedhura. Ndërkohë po të kapësh gjithë ta që kanë ngritur korin. Sot vazhdon akoma që në prokurori zgjedhjet e 2021. Pa diskutim. Gjithë ta që kanë ngritur korin e Luli ka humbur, pra doli që 2017-ën kam humbur. Okay? Se në 2015-ën që bën atë reformën lokale siç dëshëm, kandidatët e Partisë Demokratike në drejtimin tim për kryetar bashkie kanë sjellë pothuajse 700.000 vota, rekorde historike. Kurse këta që thon ka humbur, këta kanë humbur nga 10-15 palë zgjedhje në jetën e tyre, se kanë shoqëruar që nga 1990-ën politik. Dhe s'flet njëri për këtë, por është e gjitha propagandë. Por në lidhje me pyetjen që më bëre, absolutisht sa kohë që motivimi im është e mira e përbashkët, domethënë që njerëzit të kenë mundësi të jetojnë me dinjitet në vendin e tyre, dhe sa kohë që besoj që kam diçka për të dhënë, e jap pa asnjë hezitim dhe pa asnjë bezdi nga bullizimet e nga sulmet, sepse e kuptoj nga vjen qetësia, se këta që thuat që bëjnë bullizim, këta praktikisht shfaqin inferioritetin e tyre. Bullizimi është agresion, është agresivitet. Në fakt edhe gjatë fushatës të kohë dhe Rama vete ka përdor shumë duke i quajtur shqiptar gjysmak, kaotik. Po pra. E para punës, agresiviteti është treguesi pasigurisë. Një njeri që është i sigurt ke vetja vet, s'ka pse të jetë agresiv. Trimi mirë nuk ngutet prej burrnis ose tutet, e ka thënë Fishta. Pra, çfarë duhet të them me këtë? Qetësia më vjen nga nëse marrim bullizuesit, sepse unë i shoh ata si me rentgen, si me, domethënë, lakuriq siç janë në inferioritetin e tyre dhe tregojnë inferioritet. Dhe çdo kush duhet ta kuptojë që bullizuesit janë njerëz inferior. Kur nuk kanë më argument, kur nuk kanë më arsye, kalojnë tek bullizimi. Kurse për atë që the, bullizimin e kësaj fushate, pa diskutim, tregon komplekse të Ramës, megjithatë, nganjëherë i duhet dhënë përgjigja ashtu siç e meriton, dhe përgjigja në këtë rast është që po, ka 3 palë zgjedhje që gjysma e popullit e tregon veten çyryk duke votuar për Edi Ramën. Sa ai ja fut, këta vazhdojnë të votojnë. Po, Trokazin, dalin atje, Brorazin, i bëjnë duar gjak duke e mbështetur. Po, prandaj duhet ta them edhe këtë, se më duket pak më tha dikush që duket pak e fortë, po e fortë është sepse është e vërtetë. Derrat e kanë qef Lucën. Ata që janë derra duan dalin nga Luca. Të dielën. Nëse do të dalësh nga Luca, dil e voto për numrin 4 për koalicionin Euroatlantik, për veten tënde, për familjen tënde. Votove për pesën, vazhdon zhgërryhesh në Lucë. Si derra në Lucë edhe 4 vite tjera. Do ta ndalësh këtë. Po partitë e reja si konsideron? I uroj suksese, sepse nuk mund të jem kurrë kundër një alternative të re. E rëndësishme është të mbeten të vërtet vetes tyre. Ka përgjatje të tyre nga partitë më të tjera? Shiko, nuk duhet të jemi në fushat pa diskutim, dhe unë besoj se rruga për dal nga kjo krizë është koalicioni Euroatlantik, është numri 4. Me këtë afroni më shumë nga partitë e tjera. Ne mbajmë derën e hapur për të bashkëpunuar me ata që ndajnë vlerat tona, ndajnë objektivat tona programore dhe përjashtojmë bashkëpunimin me 3 kategori njerëzish, me të korruptuarit, me ata që s'mbështesin 100% SPAK-un dhe ata që nuk janë 100% të linjëzuar me partnerët tanë strategjik. Nëse fitoni, do të luftoni për vulën, për ta marrë vulën, apo çështja do të ktheheni PD-ja pra, apo do të mbani koalicionin Euroatlantik? Pa diskutim, çështja gjyqësore vazhdon. Po. Dhe siç thash në fillim të intervistës, ne konsiderojmë veten partia vërtet demokratike. Koalicioni Euroatlantik, demokratë të sakrificave. Çështja gjyqësore vazhdon, është në gjykatë lartë. Duhet lajmë me radhë çfarë shtyju me botë marrëveshje me Ramën. Marrëveshja me Ramën e 2017-s është një marrëveshje e cila është lavdruar më shumë nga kushdo tjetër nga zoti Berisha, nga zonja Topalli, nga 10 tjerë që sot bëjnë sikur ishin kundër marrëveshjes, por që është kanë shtyr ato fakt publik që kërkonin që Partia Demokratike të gjente një mënyrë për të hyrë në zgjedhje. Ndërsa atë që fshehin këta është që me koshiencë plot pra. Drafti i marrëveshjes, keni përgjumur, drafti i marrëveshjes erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe po t'i kthehemi intervista që gjen fare kollaj në YouTube apo në Google, e kuptonin që të gjithë ta që bëjnë sikur ishin kundër marrëveshjes, të gjithë ishin të njëzëshëm që plani i ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një marrëveshje politike për zgjedhje të lira të ndershme, ne si Parti Demokratike duhet ta respektonim. Dhe mos harro, ajo që quhet marrëveshje faktikisht ishte heqja e pothuajse gjysmës anëtarëve të kabinetit Ramës dhe zëvendësimi i tyre me
ministra teknik të propozuar nga Partia Demokratike. Tjerat pastaj janë thjesht propagandë, trushplarje për ata që duan të gënjejnë veten e vet, ata janë të pashpresë. Në kohën që keni qenë kryetari i Partisë Demokratike, ju keni qenë kryetari apo ka qenë Berisha? Pa diskutim kryetari kam qenë unë, por roli i Sali Berishës ka vazhduar të ishte shumë i fortë dhe me ndikim. Për fat keq, sepse kjo është pjesa e përgjegjësisë time, kjo do të thotë që për çështje të ndryshme që tani bën sikur është dorë jashtë, që nga djegja mandateve deri te mos pjesëmarrja në zgjedhjet lokale, ai ka qenë jo thjesht iniciator, ka qenë ai që ka hedhur idetë, por ka shtyr bashkë me grupin e mbështetësve të tij sa më shumë që këto të ndodhin. Ju vetë keni pasur një mendim që të shkoni në këtë pikë si ndjekjen e mandateve? Unë marr përgjegjësitë e mia, nuk i ikë përgjegjësive të mia, sepse në fundit, siç e tham, kam qenë kryet Partisë Demokratike ku këto vendime u morën nga Jeni penduar që Këshilli Kombëtar. Ndjekur te rrugë. Nuk jam njeri i pendesës, jam njeri i reflektimit. Pra mësoj nga gabimet dhe përpiqem mos t'i përsëris e të bëjmë më mirë. Fakti është që ne u përpoqem që pas ndjekjes mandateve dhe pas mos pjesëmarrjes zgjedhjeve lokale ta kthenim këtë në një kapital politik për zgjedhjet parakohshme me një qeveri teknike. Nuk ja dolëm kësaj. Shkuam te marrëveshja 5 qershorit, dihet pjesa tjetër e historisë e pavarësisht gjithave. Pavarësisht gjithë ngarkesave, negativizmit, këtë mos harro, në 2021 Partia Demokratike nuk ka thjesht rezultatin më të mirë, siç thot sot Rama, por siç tregojnë hetimet e SPAK-ut, ka fituar zgjedhjet dhe ato janë vjedhur nga Rama në bashkëpunim me krimin organizuar. Cili ka qenë gabimi juaj më i madh në gjithë historikën politikë? Kam shumë gabime, s'mund të veçoj një apo dy, sepse kush punon gabon. E rëndësishme është që unë mësoj nga gabimet e mia. Rreth parë kam guximin të pranoj që çdo njeri është i gabueshëm, vetëm Zoti është i pagabueshëm. Ditë mësoj nga gabimet e mia dhe nuk më mungon as vullneti, as vizioni për të mos i përsëritur dhe për të zgjedhur rrugën e drejtë. Jeni akoma në shtëpi me qira? Po. Tani që kryetari i Bashkisë Tiranës, cili shquhet që jep kreditë buta, është në burg atje, ku e ka vende dhe shumë të tjerë, nëse edhe ju do të jeni nga ata që do të shkelin këto gjëra, ta uroj unë me shpirt i parë që të kam këtu në intervistë sot, që nëse do të arrini nesër ose do të ndihet ku do të jeni, nëse do të jeni pjesë e asaj që të merrni nga shqiptarët, nga sofra e shqiptarëve, te ky ta keni vend, te 313 edhe ju. Unë luftoj për një realitet të cilit nuk do t'i shpëtoj asnjë politikan. Kush fut durët në xhepat e qytetarëve, e ka vendin të 77-313. Sado që një shumë fushata me daulle, me tamtane, me surle, gjëra tilla, me batuta, estradë, teatr që nuk i shohin dot edhe në për këto teatrot që profesionistë kanë kryer shkollime të tjera. Nuk arrin dot të shohin to, ka kaluar një nivel do në fushate që ne nuk shohim as projekt, as program, as gjë. Mediat në ushqen me këtë gjë. Realisht shqiptarët vendosen nga ajo si çka ushqen, ky është ushqimi i përditshëm i kësaj gjëje. Sot që Ron Velia është në burg, keni menduar që të aplikoni për një kredit butë që të bleni? Nuk kualifikohem unë, se unë kam të ardhura të larta për Shqipërinë. Është zgjedhja ime dhe nuk është pamundësia ekonomike. Unë nuk jam ankuar asnjëherë për gjendjen time personale ekonomike. Jo, më thash se do ta kishit si mundësi, do të kishit edhe si kreditë buta janë për njerëz. Si kontakt për të gjetur një kreditë buta janë për njerëz përshtatshëm edhe si janë për njerëz me pamundësi ekonomike. Unë nuk kam hyrë politikë me pamundësi ekonomike, madje është bërë meme deklarimi im i parë i pasurisë në 2005. Dhe nuk jam qartë sot kush përfiton më shumë nga dhe nuk jam qartë, jam qartë ndonjëherë për mundësitë e mia ekonomike. Luftën nuk e kam bërë për veten time. Nuk jam qartë ndonjëherë për mundësitë e mia ekonomike, betejën e bëj që mundësitë ekonomike, të cilat vetes time ja kanë garantuar para hyrjes në politikë, përmes punës time, këto mundësi i ketë çdo shqiptar. Doja dile te kjo se kush përfiton më shumë nga këto institucione shtetërore, që nga bashkia dhe shumë institucione të tjera, ministritë që vlojnë tendera dhe gjëra, fiton shqiptarët apo njerëzit që kanë pushtet ose që janë sot në fushate, nesër do të jenë me poste drejtuese. Po thua për çfarë ka ndodhur deri tani? Çfarë ka ndodhur deri tani? Është e qartë që pushteti aktual është më abuzivi. Njerëzit që përfitojnë janë njerëzit të cilët janë të korruptuar. Prandaj edhe unë ta hodh atë se unë e di që nuk jeni kualifikuar për të marrë kreditë butë, por nesër ju do të jeni nga ata që do të jeni pjesë e kësaj tavës madhe tortës, apo do të jeni pjesë që ajo gjëja që i takon shqiptarëve do i takojë shqiptarëve. Kjo ndoshta është një pyetje për ata që, si më thënë, e kanë sefte. Unë kam 20 vjet në shërbim publikut. Kam qenë ministër transporti, ku është ndërtuar rruga Kompit, investimi më i madh infrastrukturor sot në Shqipëri. Kam qenë ministër i jashtëm, ku Shqipëria është fut NATO, kam punuar në fushatën për pavarësinë e Kosovës dhe njohjen e saj, kam nis dialogun për heqjen e vizave dhe
për futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kam qenë ministri i brendshëm kur i kemi 2013 në Rama. Po jo, s'ka për të futur asgjë. 313 në Rama. Kam qenë ministri i brendshëm kur i kemi heq vizat për shqiptarët të Bashkimit. Ndonjë informacion sikur do të shkojë Rama në SPAK. Më le ta mbaroj këtë. Kam qenë ministri i brendshëm kur i kemi heq vizat për shqiptarët të Bashkimit Evropian, kur gjithë thoshin s'kam për të heq. S'ka për të ndodhur. Sa e kanë harruar njerëzit, tash e marrin për të mirë qenë. Unë kam qenë ministri i brendshëm që kemi plotësuar 150 kushte dhe vizat i kemi heq. Prandaj u them sot shqiptarëve, na besoni se me të njëjtën mënyrë se si bindëm Bashkimin Evropian të hiqte vizat për shqiptarët, me të njëjtën mënyrë do punoj me partnerët tanë amerikanë dhe britanik që shqiptarët gëzojnë të njëjtat drejta për të lëvizur pa viza edhe në Amerikë, edhe në Angli, siç lëvizin kroatët, të cilët i kishim krah për krah kur u futëm në NATO. Po tani ata u shkëputën dhe ne mbetëm pas për shkak të korrupsionit. Prandaj zotimi ynë kryesor dhe arsyeja kryesore pse i kërkojmë votën shqiptarëve është sepse 77-313 nuk duhet të zbrazet, por duhet mbushet me politikanët e korruptuar. Ky është parakushti gjithçkaje. Zoti Basha, të falenderoj shumë që ishe pjesë e Piskast, dhe doja që për ta mbyll si pyetje të fundit, cila ka qenë ndonjëherë situata juaj që jeni ndier pisk, realisht pisk, që keni pas punën pisk. Fal Zotit të Madh, punës miqve nuk është se e kam ndier vetëm pisk. E kam ndier pisk në raport me Shqipërinë, me shqiptarët, me përgjegjësitë apo dëshirat apo projektet për të ndryshuar gjërat, për të bërë më mirë, po jo në nivel personal. Sot shqiptarët a kanë punën pisk? Totalisht. Dhe vetëm rrugë për dal nga ky udhkryq është të zgjedhin për veten e tyre, për familjen e tyre, të votojnë me mend kokë dhe me zemër, syt 4, koalicioni Euroatlantik, që 77-313 tjetë realiteti çdo politikani që abuzon me besimin e tyre, me taksat, pasurinë dhe të ardhmen e tyre. Uroj që ti jesh po kaq i vërtet nga shpirti dhe zemra, siç dalin dhe fjalët. Dhe uroj që ti jesh ndryshimi dhe ti jesh sa më afër shqiptarëve dhe nese. Të falenderoj për urimin. Mos të kap dhe ty ajo deja që sot ka arritur një pangopsi, domethënë, nuk e di çfarë mund ta quajnë që nuk ngopen dot. Babzia, lakmia. Ju avesh syt, edhe ju erson shikimin, ju anxhin shpirtin dhe nuk e kuptojnë se gjithçka që marrin në kurriz shqiptarëve shkakton vujtje, dhimbje për shqiptarët, por në analizë fundit është haram dhe për ta. Të 77-313 dhe më keq, të gjithë ata që cënojnë të ardhmen e shqiptarëve. Të falenderoj shumë. Të faleminderit ty. Orame, a mund të më thush, ku të kanë me të shokët? Ku i ke më ram shokët? Nga ora 7 e mëngjesit deri në 7 darkës, të dielën me 11 maj, një herë në 4 vjet keni në dorë votën. Votoni numrin 4, që 77-313 tjetë plot me ata që ju vjedhin, ju poshtrojnë, që drejtësia të bëj punën e vet dhe parat vinë në xhepat tuaj. Numri 4, koalicionin Euroatlantik për ndryshim.